Ditën e djeshme, gazetari i njohur Milaim Zeka ka bërë një deklaratë të fortë ku tha se e njeh shumë mirë Valbonën dhe e din 100% të sigurt se ish banorja ka një lidhje jashtë dhe madje e njeh djalin për të cilën bëhet fjalë. Unë guxoj të them që Valbona ka një lidhje jashtë. E di këtë që po e them. Pak para se të hynte në Big Brother, kjo e ka pasur një të dashur dhe e ka një të dashur. Edhe unë e njoh, tha ai. Është personazh i njohur publik? Nuk ka rëndësi, tani e pret apo jo, janë gjëra që njeriu pret një njeri të dashur të stacioni autobusit, dikush te treni, dikush në aeroport. E gjithë kjo që ka krijuar Valbona ka qenë një lojë sipas tij? Vetëm kjo e Valbonës është 100% lojë. Unë nuk them se Laerti e ka kuptuar lojën e Valbonës, por agresiviteti, vulgariteti, arroganca dhe budallallëku në fund i Valbonës është rezultati i asaj që ajo e di se ka dikë jashtë dhe dikush po e pret. Aludimet se Valbona ka një të dashur jashtë janë diskutuar edhe më herët, sidomos në fan club Big Brother, por ish banorja i ka mohuar me forcë dhe bëri si e dashuruar deri në fund me Laertin, derisa ky i fundit e çoi për nominim kok më kok me veten.